nevoj për 3 hektar, 4 hektar, kështu me radhë. Po çka ju duhen 1000 hektar? Çfarë do bëjnë?
jo për faktin se i dha fund kësaj sage, por se e kishte bllokuar atë për shumë vite, e tha Ramush Haradinaj i AAK-s. Strategë dhe kohezioni e përgjithshëm shoqëror, sepse kemi kaluar në për periudha të tensionimit të rënd, përçarjes e ndarjes së kështu me radhë. Numri 13 mund të jetë i frikshëm për shumë kë, por për një shoqat historianësh që kanë kundërshtuar gjithmonë kthimin e tokave te manastiri, 13 marsi është një ditë e zezë për Kosovën. Përfaqësues të saj thanë se vendimi që u mor nga Kurti në këtë datë do të niset për në Evropë, pasi, siç u pretendua, është sulmi i rënd ndaj shtetit dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronat në Deçan është sulmi më i madh që i është bërë rendit juridik e kushtetues shtetësisë dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës. Ne, përpjekjet tona nuk do t'i ndalim as në VMC për të mbrojtur këto prona dhe qysh sot ne kemi kërkuar ndihmën e juristëve dhe avukatëve më të mirë që të lënda të trajtohet dhe të përgatitet për t'u dërguar në gjykatën e të drejtave të njerit në Strasburg. Përfaqësuesi i historianëve shkon edhe më larg, duke pretenduar se manastiri i Deçanit nuk kishte ndërtuar si objekt kulti ortodoks, për çfarë njihet sot e shumë vite më parë. Ai thot se ka fakte që manastiri i Deçanit gjatë shekullit të 14 u ka takuar shqiptarëve. Imera i shton se Kristobula e manastirit është marrë nga aty bashkë me 4 libra tjerë fetar në vitin 1330, por askund nuk ekziston origjinali i këtij dokumenti. Lëvizjet e këtij dokumenti dhe hudhja dhe dyshimi nga ana e Konstantin Juriçekut në shekullin e kaluar se ky dokument është i falsifikuar, tashmë mund të argumentohet me vetë faktin e këtij dokumenti i cili ruhet në arkivin e Kosovës. Edhe komuna e Deçanit, që gjatë gjithë pas luftës është udhëhequr nga AAK, ka kundërshtuar vazhdimisht bartjen e pronave tek manastiri. Unë nuk e zbatoj këtë vendim, nuk e pranoj. Jemi gatshëm u përballë me sanksionet juridike. Jemi vetëdijshëm çfarë do të thonë, mi thonë jo në vendimit të gjykatës kushtetuese. Qëndrim të ngjashëm mbajti edhe pasardhësi i tij, Bashkim Ramosaj, por se ai, gjatë një vizite të Avdullah Hotit si kryeministër në Deçan e manastir, kishte thënë se është përzgjidhje që do t'u shkonte për shtati të gjithëve. Ne patëm një takim edhe në komune dhe vizitum atin Sava, manastirin e Deçanit. Po besoj dhe jam i bindur që jemi në rrugë mirë për me zgjidhë gjitha problemet që Deçani ballafaqon.
Kjo është zgjidhja. Po ka shumë konteste, e zgjidhja është vetëm një. Të mirë qytetarëve, po edhe të mirë të manastirit. Komuna kishte problem me manastirin edhe lidhur me një rrugë që do ta lidhte Deçanin me plavën në Maltëzi dhe e cila do të kalonte afër manastirit. Ky projekt, ani se kishte nisur së realizuari, do të pezullohej nga kryeministri Hoti në të mirë të manastirit e në dëm të komunës. Hoti donte të gjendej një pajtueshmëri me të gjitha palët. Bisedum që gjejmë një zgjidhje, që bisedojmë në ditët edhe në javët e ardhshme për gjetur një zgjidhje e cila sigurisht merr parasysh interesat e qytetarëve të Deçanit, por gjithashtu merr parasysh edhe nevojën për të ruajtur këtë event të veçantë të trashëgimisë kulturore dhe fetare të Kosovës, po të mbar botës. Ne u dakordum që të punojmë së bashku në javët e ardhshme për gjetë një zgjidhje që është e pranueshme për gjithë, po nuk po them për gjitha palët, sepse jemi vetëm një palë që mbrojmë interesat edhe qytetarëve, edhe interesat e manastirit të Deçanit si një vend i veçantë i trashëgimisë tonë kulturore edhe trashëgimi kulturore botërore. Avdullah Hoti do të ishte i fundit përfaqësues i lartë i shtetit të Kosovës që vizitoi manastirin dhe që u pranua brenda tij. Para tij aty kanë qenë ish presidenti Atifete Jahjaga dhe ish kryeministri Isa Mustafa. Dëshirë për ta vizituar këtë vend ka shprehur edhe Albin Kurti, pak muaj pasi ka marrë mandatin, përmes një letre të dërguar igumenit të manastirit Sava Janiqit në majin e 2021-s. E arsyeja sepse ai nuk po pranohet për vizitë, ju tha gjatë një seminari të Asamblesë Parlamentare të NATO-s shumë muaj pasi ai kishte bërë kërkesë. Kisha ortodokse nuk bëjnë përjashtim nga respektimi i vendimeve të kushtetueses. Me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës në vitin 2016 dhe vendimin e mëparshëm të gjykatës supreme të Kosovës, u diskutuan të gjitha aspektet e çështjes son të tokës dhe morën vendim shumica e gjyqtarëve ishin shqiptarë të Kosovës, që 24 hektar i takojnë manastirit. Pra, nuk është me vendim të vitit 1997, por vendim i gjykatës më të lartë të Kosovës nga viti 2016. Ky është një vendim përfundimtar, i cili sipas ligjeve të Kosovës nuk mund të diskutohet. As ne si priftërin dhe as politikanë nuk kemi të drejtë të cenojmë vendimet gjyqësore të gjykatave ligjore, dhe ne ju drejtuam gjykatave të Kosovës duke respektuar plotësisht ligjet dhe të gjitha procedurat e Kosovës. Sidomos politikanët askund në botën demokratike nuk lejohen me ligj të ndërhyjnë në një gjyqësor të pavarur dhe të minojnë zbatimin e vendimeve gjyqësore. Dyert e këtij manastiri, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, janë hapur shpesh për të pritur të angazhuarit me mision diplomatik në Kosovë. Në pranverën e kaluar, aty ishin 30 ambasador të huaj, duke bërë një zëri thirrje që vendimi për pronat të përfillej. 2 herë aty ka qenë vetëm i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, një herë para vendimit dhe herën e dytë pas bartjes së pronave, që kishte qenë kërkesë e tij dhe Amerikës me 10 herë.
E në periudhat kur Escobar ka vizituar këtë zonë, ka qenë organizata ndërkombëtare e cila mbron vlerat e trashëgimisë kulturore që e ka futur këtë manastir në listën e 7 objekteve më të rrezikuara në Evropë. Por më 2023, qëndrimi Evropa Nostra ndryshoi, duke mos e lënë më manastirin në mesin e shtatëshes së objekteve të rrezikuara. Ky manastir ishte futur në kategorinë e objekteve në rrezik edhe nga UNESCO, bashkë me Patrikanën e Pejës, manastirin e Graçanicës dhe kishën e Shëmpremtës në Prizren. Kjo kishte nxitur reagimin e përbashkët të 3 krerëve shtetëror, Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Glauko Njufca, duke kërkuar që të largoheshin që aty, pasi që kualifikimi se ato janë në rrezik nuk është i vërtetë. Për sigurinë e objektit, i cili nga pas lufta është nën përkujdesjen e KFOR-it, u pati interesuar edhe ish senatori amerikan Joe Biden, që deri vonë ishte edhe presidenti i Amerikës. Në vizitën e tij të parë në Kosovë, nga dysa i pati krejt, ai pati qëndruar në bazën e NATO-s në Deçan, ndërsa më 2003 i pati shkruar Ramush Haradinaj, që gjatë luftës ishte komandant i UÇK-s në Dugagjin, ta mbronte manastirin.